Përshëndetje të nderuar shikues të Infodesk, mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do të ndjekim titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme. Ka vazhduar edhe sot seanca konstituive Kuvendit të Kosovës, e cila edhe këtë herë nuk pati ndonjë rezultat. Ndërkaq bizneset kosovare sot kanë mbajtur protestë në sheshin Skënderbej, ku thanë se ju duhet një afat mbrenda dhe ditës që ky vendim të pezullohet për dalje në treg të lirë. Po për këto dhe shumë informacione të tjera ju lëm të ngjitni bllokun e lajmeve. Në 26 vjetorin e çlirimit të Prishtinës, kryetari Përparim Rama ka bërë homazhe pranë varrezave të dëshmorëve në lagjen Velanja. Ai ishte i shoqëruar edhe nga përfaqësuesi i shqiptarëve në Amerikë, Ekrem Bardha, dhe ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka nderuar të gjithë dëshmorët, duke uruar për ditën e çlirimit të Prishtinës. Sot kemi nderin e madh që jemi së bashku me zotin Ekrem Bardha, një shqiptar amerikan, një heroj vërtet i gjallë sot i kombit ton, një njeri që ka dhënë shumë për pavarësinë, për lirinë e vendit ton, edhe na ka nderuar sot me prezencën e tij këtu. Ishim me dhënderime të vari presidentit Rugova, të heronjt tanë, ashtu të dëshmorët, së bashku edhe me komandantin Sopin, së bashku me pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, së bashku me ashtu e kemi edhe doktor Elmi Berishën këtu nga presidentin e Vatrës, që po na nderojnë me prezencën e tyne. Urime dita e çlirimit. Jam shumë i prekur për që ka qenë një ëndër për mua për shumë vite, që ato vinte kjo ditë që Kosova të ishte e lirë e shteti pambarur. Jam këtu dhe me prezencën tuaj, zoti kryetar, Përparim Rama. Ju falenderoj për shoqërinë tuaj dhe uroj sukses të punën tuaj. Por jam shumë i emocionuar sepse unë gjatë jetës time kam dedikuar për pavarësinë, jetën time për Kosovën, dhe janë këta burra këtu, këta heronj që luftuan heroikisht, dhe erdhi kjo ditë që ishte një ëndër prej shekuj, që një ëndër që u realizua, dhe unë në këtë moshë që kam arritur nuk e kisha menduar që mund të ishe këtu me juve dhe të nderojmë këta burra, këta dëshmorë që dhanë jetën për liri, për pavarësi. E përfaqësuesi shqiptarëve në Amerikë, Ekrem Bardha, tha se çlirimi i vendit dikur ka qenë ëndër e madhe. Mos na lini pa punë, liberalizmi i shpejt i rrymës, monopol, jo konkurrencë, mos na ndalni prodhimin, mos e favorizoni importin, mos na shumëfishoni faturat, mos e ndalini zhvillimin ekonomik, janë disa nga thirrjet e bizneseve dhe punëtorëve të sektorit privat në protestën e sotme paqësore në Prishtinë. Protesta e organizuar nga dhomat e tregtisë dhe industrisë në Kosovë në bashkëpunim me përfaqësues të sektorit privat ka për qëllim të kërkojë një fazë tranzicioni në procesin e daljes në tregun e lirë të energjisë. Kjo protestë vjen si reagim ndaj vendimit të zyrës së rregullatorit për energji, që nga 1 qershori ka vënë në fuqi rregullat për funksionimin e tregut të lirë të energjisë elektrike. Organizatorit theksojnë se ky veprim është i parakohshëm dhe po rrezikon ekzistencën e shumë ndërmarrjeve në vend. Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë Kosovë, Skënder Krasniqi, tha se kërkesat e bizneseve janë të qarta dhe të arsyeshme. Ai shtoi se për 4 vjet importi është rritur për 800% më shumë se eksporti i Kosovës dhe se një vazhdim i këtij trendi do të ketë pasoja të rënda ekonomike. Krasniqi u shpreh se qeveria i ndau para disa ditëve mbi 30 milion euro për pagat të sektorit publik e sipas tij aq i duhen sektorit privat për të mos ndalet puna. Lirë s'mund të filloj me një monopol. Këto janë kushtet tona, asgjë më shumë. Euro me avrit pagat punëtorëve të sektorit publik. Aq na duhen neve për mirujt 150.000 vendet punës. Asnjë më shumë.
30 milionera dhe BE ka thonë që me dalë në tranzicion kadal në treg të lirë, jo me në monopol. Nuk pëdoj ma shumë. Për 4 vjetë, importi është rritë 800% ma shumë se eksporti i Kosovës. Në qovë se vazhdon kjo, importi do të rritë 8.000% dhe ne do të metëmi rrugëve. Ndërkaq, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, theksoi se nuk po kërkohet mëshirë, por një të drejtë. Ai i bëri thirrje qeverisë dhe ZRR-s që të ndërhyjnë sa më shpejt për të shmangur ndikimin negativ në sektorin privat. Rafuna, nuk jemi sot këtu për luks të kërkojmë mëshirë, por jemi të kërkojmë një të drejtë tonën që na takon. I bajmë thirrje zyrës rregullatorit të energjisë elektrike që ta pezulloj vendimin për daljen në treg të lirë. Zyra rregullatorit të energjisë elektrike nuk është një institucion që na ka ardhur prej jashtë, është një institucion i brendshëm i Republikës Kosovës i cili duhet të mbrojë bizneset. Andaj, japëm 10 ditë kohë zyrës rregullatorit të energjisë elektrike për ta pezulluar vendimin. Kërkojmë nga qeveria që të ulet me zërej në të mirë të biznesit, në të mirë të qytetarëve të Republikës Kosovës, po dhe të punëtorëve të Republikës Kosovës që ta gjejmë mënyrën që ta pezulloj për një vit minimumi kërkesën për dalje në treg të lirë, ta mbrojmë biznesin se nuk ja kemi bashkërkujt me na shkatru biznesin. Kjo biznes që është ndërtuar me mjete vetanake, me investime private, edhe me forcat veta, si cili prej bizneseve ka ndërtuar, ka zhvilluar dhe nuk jep të drejtën askujt. Janë 143 familje që jetojnë prej këtyre bizneseve, or 60% i ekonomisë Kosovës që zhvillohet prej këtyre bizneseve. Rune sa nuk është vonë. Faleminderit. Pankarta do t'ja lëmi zyrës të gjitha që ti merr mesazhe dhe ti lexon një nga një dhe ti thirr menës për ta pezulluar vendimin. Së prodhuesit të Kosovës, Kushtrim Ajvazi ka bërë thirrje po ashtu qeverisë në detyrë të reflektojë karshi kërkesave të biznesit. Mrapa neve janë ata që ndërtuan ura dhe sjellën gjithçka në vendin tonë. Këta janë ata që ndërtuan edhe qeveri, edhe ministri dhe edhe të gjithën sot që po gëzojmë. Mos ja merrni rinin, mos ja merrni poga. Në protest, foli edhe Adem Qorolli, derisa në protest morën pjesë edhe shumë qytetarë të cilët përkrahen vendimin e bizneseve. Sipas tyre, protestat do të vazhdojnë derisa të merret parasysh kërkesa tyre. Më 29 maj, bizneset dolën në protest si shenjë pakënaqësie lidhur me procesin e daljes së bizneseve në tregun e lirë të energjisë elektrike, duke bllokuar hyrje-daljet në Prishtinë. Jam në studio për të folur në lidhje me sfidat që ka pasur komuna e Vushtrisë për këto 4 vjet, ku me mua në studio është kryetari i komunës së Vushtrisë, zotëri Ferit Idrizi. Zotëri Idrizi, faleminderit shumë që pranuat që një pjesë e infotesë. Faleminderit për ftesën. Zotëri Idrizi, ky mandat 4 vjeçar si ka qenë për juve? Keni arrit të plotësoni sfidat e juve kryesore, të cilat juve i keni pa gjatë këtyre 4 viteve? Ka qenë një mandat shumë dinamik për shkak të komunikimit, volumit të punëve, për shkak të angazhimeve të mia, po ka qenë një mandat shumë sfidues për shkak të shumë sfidave që i kemi pas, sidomos te ana e buxhetit nga kontrata kolektive që sigurisht do ta përmendim më vonë, po gjithsesi e vlerësoj që kanë qenë edhe një mandat shumë i suksesshëm për shumë arsye. Ne e kemi mbajtë komunikimin me qytetarë çdo ditë, kam komunikuar me qytetarë, kam prit qytetarë dhe kam qenë pranë halleve të qytetarëve në dy. E vlerësoj si shumë të suksesshëm sepse atë që e kam planifikuar, do me thonë jam vetëm në përmbyllje të realizimit, do me thonë ato objektiva kryesore që i kam planifikuar për gjatë mandatit 4 vjeçar. Kryetar, unë e pash një slogan t'juaj që ishte kryetar për të gjithë. Pse pikërisht ky slogan? Po, ju thamë sinqerisht, nuk do flas politikisht, po ashtu ma ka ndje shpirti, sepse në momentin kur jam nominu për kryetar komune, ja kom qitë obligim vetit me qenë kryetarit të gjithëve. Në atë kuptimin që secili qytetar i komunës së Vushtrisë, tash po tham pa dallim partije, sepse janë këtu parti tash në trend me i pyet njerëzit çfarë partije je, ku je pozicionuar, por pa dallim me i trajtue
ashtu qysh e meritojnë edhe ashtu qysh e ndrojnë qytetarët me pas një kryetar. Kryetara ke hasë në bashkëpunim me të gjithë qytetarët pavarësisht përkatësive politike. A keni arritë që të keni një unitetit ashtu si që kërkohet e kryetarët? Shumë, edhe me qytetarët, po edhe me subjekte politike. Është ndoshta rasti rrallë që mundi me i përcjellë rrjetet sociale për 4 vite nuk e kam asnjë ofendim, asnjë sharje që këtu e mbot trend, çado që poston. Tjetra, për 4 vite kemi bashkëpunu shumë edhe me subjekte tjera politike, normal që kemi qenë të kritikuar, ato dikun kam pas arsye, dikun edhe nuk kam pas arsye, por megjithatë ka qenë një frymë shumë e mirë. Kryetar, me qenë se pona afrohet vera edhe diasporave që ja ka mësy Kosovës, unë pash se ju keni bërë një nismë për formimin e drejtorisë të diasporës. Po është edhe shumë lehtësime të tjera, si që ishin edhe parkingjet për mërgjimtarët. Po për ma shumë detaje do kisha dashur të dëgjoja nga ju. Na pak e përmendëm kështu që unë kam qenë i fokusuar për 2 kategoritë të shoqërisë. Shumë janë rinia edhe janë diaspora. Me që u përmend diaspora në tash e disa vite, organizojmë për diasporë, për post festivalit e diasporës, që do të organizohet në muajin korrekt dhe në muajin gusht, që tashmë po bëhet tradicional, na ofrojmë edhe lehtësira, do të thonë edhe ditëve të shtunë punon administrata komunale për me ju ofru shërbime diasporës. Në anën tjetër, po janë edhe ato disa lehtësira, do të thonë se është bo problem edhe jemi bë edhe parkingjet, jo vetëm vështri, po gjithku në Kosovë. Ne ju kemi afruar dhe atë lehtësirë diasporës dhe po besoj që si vjetë do të kenë edhe një privilegj sepse e bojmë edhe hapjen e parkingut nën toksor që janë dikon përmi 105 vend parkingje edhe ato do t'jene shërbim të tyre. Kryetar, me qenë se ju keni formu një drejtori që ka të bëjë vetëm me diasporën, cilat janë kërkesat specifike që diaspora ka adresu, ka arshi komunës së Vushtrisë, ato që ka dashur me zgjedh? Në drejtorinë e diasporës se kemi themelu, tash është në organogram, qëllimi ka qenë ofrimi bashkëpunimit me diasporën, sepse diaspora përbën kapacitet edhe intelektual, përbën edhe kapacitet ekonomik. Kemi vizituar shumë kompanitë e fuqishme të diasporës, janë shumë të gatshëm me ofru investime direkte në Kosovë, në komunën e Vushtrisë. Tash do me thonë është... Çfarë lehtësime kryetar mundeni mi ba juve bizneseve që dojnë marrë në Kosovë dhe me pa punë e tyre edhe në Kosovë, me i hap bizneset e tyre edhe në vendin tonë? Kërkesa e tyre është prona, vetëm prona. Do me thonë me ju ofru pronë, kërkojnë dikush 20 hektari, dikush 1 hektar, kërkon kur gjë tjetër. A ka mundësi komuna e Vushtrisë? Po i ka do mundësi edhe pse nuk janë komedit sa, po i kemi disa mundësi edhe veç i kemi përfundu bisedime do me thonë me këta operator edhe po besoj që shpejt kemi me i pa edhe investimet e tyre. Kryetar, ti thë se qëllimi juaj ka qenë edhe fuqizimi i rinisë në komunën e juaj dhe jeni marrë jashtëzakonisht shumë me këtë punë. Cilat projekte juve keni arritë që ti përmbushni, sa i përket rinisë në komunën e Vushtrisë? Mos pari po më vjen në mirë që po cilësoni si projekt, sepse shpesh herë kur më pyesin gazetarët. Është jashtëzakonisht i domosdoshëm, besoj që është një projekt shumë i rëndësishëm. Kur më pyesin gazetarët cili është projekti që kemi identifikuar gjatë mandatit, unë përmend një rinin, domethënë, është projekti më i madh që unë kam investuar te rinia në shumë dimensione. Qëllimi ka qenë zhvillimi i kapaciteteve profesionale dhe përgatitja e tyre për tregun e punës. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur i përmendëm këto, mund të përmendim domethënë shkollimin e tyre, zhvillimin e kapaciteteve për të rriturit, tash të gjithë të reja dhe të rinjët kanë mundësi në 5 profilet e programimit me ndjek shkollimin falas, është një shkollim 6 mujor në 2 module, në shkollën zvistrane SPIX, është ato në Vushtri afer, edhe organizohen trajnime shumë profesionale dhe... Ka interesim, kryetar? Ka shumë interesim, për zgjedhjen e bën vetë kompania, po nuk është numër i kufizum, pra që me zhvillu ndoj konkurencë të brendshme, po në me thonë kush ka pas dështirë, i kam vizitu disa herë, me të vërtet është kënaqësi me shku me pa ata 33 ata ashtu zhvillu aplikacionet ndryshme në fushën e programimit. Kemi ofruar kurse gjuhëve tuaja po ashtu, gjuhës gjermane, gjuhës angleze,
Shumë prej atyre që i kanë krye gjuhën gjermane janë veç të punu ato në spikse dhe marrin paga shumë të mira, dhe me thonë call center. Madje për arsimin për të rritur, po ashtu kemi investu shumë në qendrën gjermane të trajnimeve, po janë të gjitha zanatet, elektrosaldus, instalusi ujtë, ngrohjes qendrore, do me thonë instalusi i rrymes, fasader, grimer, parukeri, kuzhinier, gjithset janë 11 profile. 11 profile edhe djemët edhe vajzat i kanë pa pare, vetëm munën me zgjedh edhe ku e gjejnë vetën, do me thonë që i kanë ato shkallësi. Edhe kjo ka jap rezultate shumë të mira, sepse shumë prej tyre që e kanë kryer, do me thonë janë punësue, dhe unë e vlerësoj që sot në trendet bashkohore, ajo që është shumë më rëndësi është që të rritë me qenë kompetent për një profesion. Qoftë se na rrimi me kriju kompetencat e të rritë dhe me jau jap një profesion ashtu si që duhet, atëhere kanë me ju hap edhe rrugë të tjera. Tjetër kemi nda bursa studimi, do me thonë nivelin bachelor edhe master, dhe e veçantë të kësaj është se vlera e bursës ka qenë, tash mos bëj krahasime me bo marketing, po ka qenë më e lartë se që jepet në universitetet publike të Republikës së Kosovës, dhe tjetra është kemi edhe një marrëveshje. Është një motiv që shumë të ri që ta arrin këtë bursë t'japin më shumë rezultate në shkollimin e tyre. Po, mandej kemi marrëveshje bashkë financimi me York University, që është një ndër universitetet më prestigjioze të Mbretërisë së Bashkuar, dhe ato të rritone kanë mundësi me studiun e shkenca kompjuterike përkatësisht edhe këto programimin në profilet ndryshme të programimit, inteligjencë artificiale dhe psikologi klinike. Tjetra është i kemi mbështet shumë të ri dhe të rejat në garat të ndryshme, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare. Vlen të theksohet se vitin e kaluar na ju kemi pagu, kemi qenë komuna vetme që ju kemi pagu bileta për udhëtim që kanë shku në gara dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, se mos flasim për... Më besoj që kanë sjellë rezultate. Kanë sjellë rezultate jashtëzakonisht mira, i kanë promovu shumë, se çdo herë para nisjes edhe pas kthimit unë i kam prit në zyren time, i kam motivu, mandej edhe i kemi shpërbly edhe me të holla gjithë ata të ri që i kom pas në zyre, që kanë arrit në rezultat. E që besoj që ju ka motivu edhe më tepër. Një mirë njohje edhe po ndoket ka qenë edhe një shumë simbolike 200 euro pare. Kryetar, teksa jemi të këtë rinjë një çështje shumë e rëndësishme, e cila është e përfshirë gjithsesi në plan programe shkollore, është edhe çështja e digitalizimit. Sa keni arritur juve që ta përmbushni nivelin e digitalizimit në Vushtrre? Nuk kemi arrit me përmbush kënaqshëm, edhe pse kemi filluar në disa shkolla, po arsye këtu prapë do të më kthye te financat e buxhetit, sepse me ju marr një komunë të vogël, që është komuna e Vushtrrisë, po zonë vetëm prej vitit 2021, deri që tash do me thonë një pagu 8.832.000 euro, i kemi edhe 1 milion euro që po na presin për mbaruesi ka pru me i pagu, 2021 po hjekum se nuk kam qenë kryetar komune une, këtë vit i kam pagu 729.000 euro, por prej vitit 2022 që po morëm vetëm vitin 2025, na i kemi pagu 1.723.000 euro i kemi pagu, do me thonë që i ka marrë për mbaruesi për kontratën kolektive të mësimdhënësve, një kontratë që normalisht është dashur me e pagu në nshusi kontratës që në këtë rast ka qenë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që ka nëshu me sindikatën e bashkume, po ka ndodhë si ka ndodhë, paret ja u kanë marrë komunave dhe na kanë dëmtu shumë, edhe pse mësimdhënësit i kanë meritu këto pare, sepse ka qenë një kontratë është puna djersa e tyre. Kryetar, kemi pa dhe kryetarin e Asociacionit të Kosovës, i cili vazhdimisht ka folur në lidhje me kontratën kolektive dhe dëmët që po ju bëhen komunave të Kosovës. Mirë po, juve specifikisht përveç këtij rasti që ka të bëj me digitalizimin e arsim, çka më tepër ju ka penalizu çështja e kontratave kolektive? Po, kontrata kolektive ka prek në shumë dimenzione, sepse ato i kanë marrë paret prej shumë kodeve buxhetore, i kanë marrë prej investimeve kapitale, do të thotë, ne kemi pas të planifikuar investime kapitale për vitin 2025, gjithsesi kemi pas 5.032.000 euro, dhe tash shumë projekte janë zvarrit se në vitin e kaluar, kur ne ka marrë për mbaruesi, na u dash me ju thonë operatorëve mos punoni.
më thonë mos punoni, sepse nuk kemi pare me i pagu faturat. Dhe u dash me prit deri këtë vetë, me shpresën që këtë vetë nuk i kemi me pas këtë telash edhe prapë edhe këtë vetë, kështu që janë një numër i madh i projekteve, do me thonë që është dash me u përmbyll dhe kemi pas ngecje në këtë drejtim, edhe pse Dorën Zamër është punu shumë, kemi realizu shumë projekte, sepse kam gjetë edhe donatorët e tjerë, por unë po flasë për këto që na i kanë marrë. Mandej na kanë marrë edhe prej madrave dhe shërbimeve, do me thonë kanë metë shumë projekte që realizohen prej madrave dhe shërbimeve pa u realizue, kanë marrë edhe prej subvencioneve dhe transfereve, do me thonë se kemi mujtë edhe këto, do me thonë me subvencionu ma shumë klubet sportive, rinin, aktivitetet ndryshme e tjere, edhe këtu në kanë marrë. Pra, në shumë dimenzione në ka dëmtu kjo kontratë kolektive, por shpresojmë që ma në fond do të me u gjinë një zgjidhje dhe mos me u dëmtu komunat. Kryetar, përmendte edhe donatorë të ndryshme të cilët ju kanë dalë krahas të gjithë kësaj periudhe. A ka qenë e vështirë për juve si komunë e Vushtrrisë gjetja e këtyre donatorëve? Dhe a ka ende donatorë vullnetar që vinë në komunën e Vushtrrisë edhe ju ndihmojnë në projekte të caktuara? Po, kemi pas, në disa kemi pas donatorë, do me thonë, të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, si që është për shembull Islamik Relifi, në bashkëfinancim me të cilin na jemi tu ndërtu një treg të Gjelbert, që është vërtet një treg modern, është me komplet imbuluar, do me thonë 22 ari ven janë nërmbuluj, mandej është parkingu në toksor, mandej, do me thonë me të gjitha që i duhet. Dihet se Vushtria zakonisht është përmendur në lidhje me tregun që bëhet atje. Po, është përmend shpesh në përfushata zgjedhore, po ja që i erdhi rani, do me thonë i mandatin tim me u finalizue. Kemi pas edhe projekte të tjera të bashkëfinancimit, për shembull i kemi këtë mjekësinë mobile, që gratë 7 zona dhe plesht edhe personat me nevojë, do me thonë shërbimet ju ofrohen në shpejt drejt për drejt, do me thonë është kjo ekip që i bashkëfinancojmë bashkë me Islamikun. Mandej projektet e tjera që i kemi bashkëfinancu kanë qenë edhe në fushën e bujqësisë, për shembull i kemi bashkëfinancu 273 sera me nga një ari, edhe ajo ka qenë diçka jashtëzakonisht e mirë, po kur jemi të donatorët, mos ju esën bësh, do me thonë që i kemi pas bashkëfinancues edhe institucionet e brendshme, do me thonë ministritë e ndryshme, si që është Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit, mandej kemi pas edhe Ministrinë e Zhvillimit rajonal e kështu me radhë. Kryetar, teksa po flasim në lidhje me qendrën, pra me nivelin qendror, si ka qenë bashkëpunimi juaj për këto 4 vjet? A ka pasur një bashkëpunim të mirë, meqense shumica e komunave janë ankuar që nuk kanë mund të kenë bashkëpunim për shkak të qasjes jo të mirë të qendrës drejt problematikave që ata kanë pasur? Që është bashkëpunim të mirë, kumë pas që shpesh herë, mu më thejshin herë, kjo është në vetë vendosje, mandejmë që të një parti tjetër, një parti, por unë Dorën Zamër jam shumë institucionalist, respektoj institucionet shumë, sepse ja kemi obligim shtetit të Kosovës. Unë shpesh herë thamë se shteti është si organizmi, brenda i ka organet, por një organ me qeni smut, është edhe organizmi smut, nuk funksionon si duhet. Dhe në këtë kontekst, unë Qysh arritje kryetar që ti me pas një bashkëpunim mirë, ndoshta është mirë me nda përvojën për kryetar të tjerë të komunave? Por besë nuk e di, ndoshta edhe qasja jam është që kam qenë shumë i afërt, unë i kam respektu shumë edhe i respektoj edhe më kam pranu ashtu, edhe kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, nuk kam pas të lashe në këtë drejtim. Kryetar, kemi pas ka gjatë shumë kohë gjatë ankesa nga qytetarët në lidhje me punimet në rrugë që janë bërë në komunën e Vushtrrisë. Tashmë po shkon drejt fundi, mirë po sa ju ka pengu juve gjendja në rrugë, edhe pse është çështje e qeverisë, Ministrisë së Infrastrukturës, ndërtimi i autostradës atje, mirë po sa ju ka penalizuar juve në punën tuaj, mos ndërtimi në kohë të duhur? Po, me të vërtet ajo pjesë e autostradës është stërzgjat shumë, edhe i ka pengu qytetarët shumë, po ma në fund tash ka ardhur deri në hyrje të Vushtrrisë, ka metë një segment nga hyrja e Vushtrrisë që kalon përmes qytetit, sepse edhe ajo është pjesë e Ministrisë, deri sa nuk na dorëzojnë neve, edhe pse kam kërku zyrtarisht që me na transferu neve atë pjesë dhe me regulluar, kanë qenë pengesa bajeget mëdhaja, po me gjithate edhe na gjatë punimeve ka pak i kemi pengu qytetarët, po
më rëndësishme që kemi bërë diçka, kemi ndërtuar rrugë të mira, kemi ndërtuar rrugë me projekte, me standarde dhe... A keni arrit kryetar që të bëhet asfaltimi i rrugëve në gjithë komunën e Vushtrrisë, edhe riasfaltimi i pjesëve ku kanë qenë të dëmtuara? Po tash, pothuajse po, riasfaltimin veç që kemi filluar i ka dikon që 2 javë ditë, kemi filluar prej qytetit, tash po riasfaltohen gjitha ato rrugë të dëmtuara edhe javën nashme do dalim edhe në përfshatra. Por besoj që deri në fund mandatit e përmbylli mandatin ashtu që kam dëshirë me përmbyll. Kryetar, përmende në pika të shkurt çështjen e shëndetësisë, përmende miksin mobile e cila është afër qytetarëve mirë, po sa i përket shëndetësisë në komunën e Vushtrrisë si qëndron gjendja. A keni mjaftueshëm staf që të përmbushni nevojat e të gjithë qytetarëve? Edhe në këtë drejtim, edhe pse është e planifikuar me rajonizimi, prapë qytetarë shpeshherë koncentrohen në një qendër mjekësisë familjare. Ajo pak e vështirëson atë menaxhimin dhe ofrimin e shërbimeve, megjithatë duhet të jemi sinqertë se nuk kanë pas ankesa, ka pas po të vogla kanë qenë, domethënë kryesisht në fillim të mandatit kanë pas ankesa prej qytetarëve për disa analiza që nuk janë kry, ma voni kemi përmirësuar atë, po në përgjithësi qytetarët janë të kënaqur shumë me shërbimet që i ofrohen, edhe unë du me falenderuar stafin shëndetësor se me të vërtet gjitha qito shërbimet që i ofrohen qytetarëve ne do të me qenë mirë njës shumë, sepse çdo gjë është pa pare. Na në ditët e sotme secili prej neve ka dalë edhe në botën e jashtme, pra po thamë gati s'ka dikush prej neve që s'ka dalë edhe në perëndim, por mos me i dhonë shumë zjarë kësaj pune, asë në perëndim nuk ka kështu shërbime pa pare edhe në çdo kohë me shku të mjeku. Ka agenda që ndoshta do të me prit me javë, për me shku me bo një vizit, një analizë, një qka. Fatmirësisht në Kosovë ende nuk ka ardhur ky rendi. Jo, mirë, kjo është mirë, ka nevojë me u përmirësue, ka nevojë për shembull me u bë digitalizimi i shërbimeve shëndetësore, ka nevojë se nuk do të më kanë as na kret kënaqshëm, po e pata fjalën e kuptimin e ofrimit të shërbimeve, domethënë është mirë që edhe ata qytetarë që janë me gjendje thonë ekonomike, domethënë i marrin shërbimet. E përmenda edhe këtë ekipen mobile që kemi në për shtëpia, në për Vushtria është e vogël, është e lidhë me rrugë të asfaltume, do me thonë kreti kemi edhe fshatin Skoshne që nuk është, po atje nuk ka banor, po e kam fjallin gjitha që të fshatrat që janë të popullume me banor janë të lidhura me rrugë të asfaltume. Kryetar, me qenë se jemi të këmirëqendja e qytetarëve, do kisha dashur me ditë në lidhje me nivelin qendror, po kalojmë në një ngërç politik, tashmë është edhe sot seanca e 30 ku nuk po kemi konstituim të Kuvendit të Kosovës, se shkak i këtij mos konstituimit të Kuvendit të Kosovës ka mbesur pezull edhe fondi i Bashkimit Evropian, i cili do t'ju kishte ndihmuar jashtëzakonisht shumë komunave. A keni pasur ndonjë plan specifik që do të financohet nga fondi i Bashkimit Evropian? Po, s'pari, për një përcjell nga afër këto zhvillime nuk janë të pëlqyeshme për mua. Këtu jam shumë kritik, madje jam kritik shumë i rrekt, sepse do të me gjetë modalitet më ule edhe me ndërtu institucionet, me ndërtu kuvendin, me ndërtu qeverin, se demokracia kur fuqia votës është e shpërndame në për subjekte politike është normale që një subjekt mos me pas shumicën që dëshiron për me i bo institucionet, por ata do të me ule edhe do të me i largu ato teke vijat kusha, s'ka lidhje kush me kanë e bon koalicionin, por une për mendimin tem do të ishte e hapur mundësia me secilin me ofru koalicion edhe me i themelue, sepse kjo mandej ka ndiku edhe të fondet e BE-s, edhe pse drejt përse drejti ne nuk kemi pas projekte dhe me thonë që i kanë afektua, por kompania për parimi që sponsor është Komuna e Vushtrisë 100%, ka pas një deponi të mbeturinave dhe shkaku i qytyre fondeve ajo deponi e mbeturinave ka metë, edhe pse kemi caktuar në një farë mënyrë lokacionin, ka metë pa ndërtuar.
Kryetar, po gjendja me ujë të pishëm në komunën e Vushtrrisë si qëndron? Gjendja me ujë të pishëm kam pas ka pak vështirësi qytetarët që tu ditë të fillimit edhe unë jam alarmu për këtë, me thonë të drejtën, edhe kam thirrë një takim urgjent me kompaninë regionale të ujësillësit, se du me sqaru para qytetarëve për shkak se të gjitha kërkesat adresohen te kryetari i komunës, pra edhe ujësillësit, edhe energjisë elektrike edhe çdo gjë, sepse adresa është kryetari i komunës. Por menaxhimin me ujësillëse ka kompania regionale e ujësillësit Mitrovica, edhe pse fabrika është e ndërtuar në komunën e Vushtrrisë, jemi komuna vetme që kemi fabrikë të ndaras, do me thonë prej të tjerëve. Na si komunë kena investu shumë në shtrirjen e rrjetit të ujësillësit, në sanimin e gjendjes, në të defekteve kudo që ka pas. Por kur është në pyetje, do me thonë me lëshu edhe me nal ujin, nuk është komuna ato, është kompania regionale e ujësillësit. Apo ka Arsyetimi i tyre ka qenë keq përdorimi dhe ne dje kemi marrë një takim urgjent, e kemi themeluar një task force të përbashkët. Komuna e Vushtrrisë i ka ofruar komplet logjistikë, i ka ofruar inspektoratin komunal për me dal edhe me i ndeshku keq përdoruesit. Pra, ju kom thonë dje në takim, po ju thamë edhe sot, është sezoni verës dhe do të ketë zero tolerancë për mungesën e ujit të pishëm për qytetarët e Vushtrrisë. Ju kom thonë 24 orë jam me komplet ekipe në disponimin e juaj kudo që ju keni nevojë. Por nuk ka tolerancë sepse uji është jetek. Sa i përket shtrirjes së rrjetit, mbulimit të territorit me ujë të pishëm, na ka met edhe pak punë në pjesën lindore, do me thonë janë disa fshatra, edhe pak në pjesën perëndimore, po po e përmbyllum me këtë mandat. Kryetara, keni arritë me përmbush ato premtime që keni dhënë në lidhje me hapësirat e gjelbërta në komunën e Vushtrrisë. A ka mjaftu shumë hapësira të gjelbërta? Po, kemi punu në këtë drejtim jashtëzakonisht shumë, vlen të theksohet, do me thonë vetëm shëtitorët që i kemi ndërtuar në rrugën do me thonë shëtitorët e Enver Zymberit, e Silnica, edhe ato hapësirat e gjelbërta që i kemi kriju që çdo natë tash dalin qytetarët me shumicë në për ato shëtitore, ka hapësirat e gjelbërta, ashtë sa kemi pas hapësirë, po që ajo është pjesa me madhe, e kemi ndërtu një park rekreativ, e kemi ndërtu edhe në Lumë të Madhe, është një park jashtëzakonisht i mirë, dikun afër 2 hektar park, një tjetër me një fushë sporti në Stanovsin e Epërm, por gjitha këto prap janë pak, sepse ka nevojë për më shumë hapësira të gjelbërta. Kemi qenë shumë të kujdesshëm, do me thonë mbjelljet e drujve dekorativ kemi mbjell shumë edhe lule kështu, por hapësira si hapësirë tash na mungon një park i qytetit që këto nuk ka mujt me realizu brenda mandatit, kam menduar kemi dikun 5 hektar të prapë po tham të Silnica, ashtu thjerret një pjesë të Dyneku dhe kemi menduar tu me bën një projekt të mirë për me bën një park ku mundën qytetarët me kalu edhe vikendet. Kryetar, a mundemi me pa të gjitha ato pemë që janë mbledhur në komunën e Vushtrrisë, me qenë se shumë komuna pa ankohen se kompani që është dashur ti mirëmbajnë ato punime nuk i kanë mirëmbajt sa duhen. A ekziston ky problem në komunën e Vushtrrisë? Jo, ky nuk ekziston për një arsye të vetme, sepse na nuk jemi shkuar me mbjell pemë të nder. Na këtë ja kemi jep kompanisë tonë për parimit, që ajo ka, do me thonë, edhe mbjelljen edhe mirëmbajtjen. Edhe prej që atyre pareve që i marrin prej neve, ata i paguajnë që ata punëtorë që i punojnë kompani. I kemi hap dikon ndoshta për mi 20 puse të ujtë, se Vushtria njihet si një vend i rrafshtë dhe ka shumë ujëra nëntoksore, dhe ne kemi hap puse të ujtë, tash me i thonë dikuj që na në rreth rrotullim kemi hap puse të ujtë, edhe janë të vendosura pumpat, edhe është sistemi automatik ku jitin lule, dhe me thonë programohen, hapen dikun flutrat në ora 11 të natës edhe një herë ditën edhe në temperaturat më të larta, dhe me thonë ke pa gjelbrim edhe ke pa lule. Shumë mirë, kryetar. Një pyetje që do kisha dashur ta di për fund, a do të kemi edhe një herë në një mandat në komunën e Vushtrrisë? Deri tash nuk kam vendosur, pra nuk e kam nda mendjen për por kemi edhe një periudhë kohore, dhe me thonë që
që të shohim. Çka po ju skakton kryetar? Pse ende nuk e keni arritur ta merrni një vendim? Me ju thonë... Ke ditur të gjitha këtyre planet që me ju ju thonë të drejten, qytetarët e Voshtrisë tash më njohin mirë. Unë, për mos me thonë, ma pak dikun 60% të kohës time kam kalu në teren. Nuk ka projekt në qytet, në fshat, kudo që është zhvilluar që nuk kam qenë në prezent ato, por mos me thonë që gati kom luajt edhe rolin e menaxherit projektit. Dhe unë jam një tip që nuk i vej notat larta vetes, edhe kur punoj, këte do t'ja la qytetarëve me vlerësue, por jam një tip që jam pak vetë kritik. Në me thonë, në qofë se kom planifiku diçka dhe se kom realizu në më njerë thamë që to s'ko mujt me kry. Që është përmena për parkun e qytetit, në me thonë, e kom planifiku, nuk kom mujt, por këtë arsy, por gjithësin e kom pas të nivel shumë të lartë edhe gjatë gjithë kësaj kohë ju marrë me projekte. Ju marrë me ato, sepse herët avon mandateve ju vjen fundi. Ju vjen fundi dhe për çka kemi me umajt men, na kemi me umajt men për ato çka e kemi lanë, dhe me thonë çka e kemi punu, dhe unë nuk kam dasht, pavarësisht a do t'isha kandidu apo jo, dhe me thonë qitë mandat qytetarët e Voshtrisë besoj që kanë me kujtu shumë projekte. Kryetar, unë besoj që ju do ta merrni një vendim pozitiv dhe përsëri do të garoni në këto zgjedhje, të cilat do mbahen me 12 tetor tashmë të shpallur nga presidenti i vendit. S'pari inshallah kemi shëndetin, e këto të tjerat janë që i vendosim, bashkarisht me shok, jo vetë. Faleminderit shumë kryetar që ishe pjesë e Infodese, edhe neve do të presim edhe herave tjera. Faleminderit shumë edhe juve dhe shumë suksese. Të nderuar shikues të Infodesnit, do kthehemi për të folur në lidhje me protestën e mbajtur nga bizneset sot në sheshin Skënderbej. U kthehem në studio për të komentuar në lidhje me protestën e mbajtur nga bizneset sot në sheshin Skënderbej, ku pati edhe motot që të mos na lëni pa punë. Po për këto dhe shumë detajet e tjera që kanë të bëjnë me gjendjen ekonomike në vend, me mua në studio është miku i emisionit Infodez, Artan Muhaxheri. Faleminderit shumë që pranove të pjesh përsëri në Infode. Sa është nevojshme jam këtu. Faleminderit shumë. Artan, sot është mbajtur një protestë nga ana e bizneseve, pra për herë të dytë. Si e pat juve protestën? Personalisht, dhe si ekspert i fushës edhe një person që ka përcjell trendet ekonomike ndër vite, nuk e kam besuar ndonjëherë që do të mund të vi kjo ditë që bizneset të dalin në rrugë dhe të protestojnë për diçka bazike dhe elementare që është për ta edhe që është energjia elektrike, e cila është burimi kryesor për mënyrën se si ata mund të funksionojnë. Realisht, energjia elektrike është burimi kryesor që ata mund të plasojnë produktin në treg, nga prodhimi deri te tregu. Dhe unë me të vërtet jam shokuar këtë ditë kur po shoh protesta, të cilat janë në vend, por nuk do duhet të ishin këtë gjendje bizneset në Kosovë. Apo ju duket qeverisë numri i vogël i atyre që jo ankuan, se faktikisht pati një pjesëmarrje të gjitha bizneseve që i njohim në Kosovë, pra kishe përfaqësuese edhe nga ana e punëtorëve, të cilët kishin dalur me pankarta në duar. Qeverisë mund t'i duket proteste vogël ose iniciative vogël, por dami për Kosovën, për ekonominë e Kosovës është jashtëzakonisht i madh. Prezent thuhet që ishin diku 1300 biznese të cilat diktohen ose preken direkt nga shëtimi i energjisë elektrike dhe ndoshta qeveria mund të thotë që më pak, por problemi për Kosovën është i madh dhe ndoshta i pa rikuparueshëm në vitet e ardhshme. Ajo që unë mendoj që në vend si dora e shtetit të jetë ndihmës për bizneset, rrjedhimisht edhe për qytetarët, sot ne po shohim një dorë të shtetit, e cila po i godet bizneset, rrjedhimisht po i godet edhe qytetarët. Dhe unë nuk mendoj. Pse duket ardhon kjo tendencë që të ketë një farë lloj distancimi nga protesta duke injoruar me një farë mënyre. Herën e kaluar i tha se kua barikadave tashmë ka kaluar, ndërkaq sot nuk pat asnjë reagim nga ana atyre. Ajo që është rëndësishme të them që kjo nuk është më e keqja. Nëse ne kemi menduar që kjo është më e keqja gjendjes ku jemi sot, ne jemi të gabu. Mendoj që e keqja alo nuk ardh. Ajo më e keqja alo nuk ardh. Dhe çka mund të ndodhë tash? Mund ndodhë që bizneset
mund të falimentojnë në rast të rryma elektrike rritet në vlera që ata po reklamojnë diku deri në 260%. Dhe ata nuk kanë mundësi me vazhdu funksionimin e tyre. Çka mbet? Rrjedhoi e saj dalin punëtor nga puna. Rrjedhoi e saj përsojnë sistemi financiar në Kosovë, se cili punëtor ka kredinë për banka. Dhe ato nuk mund të kthehen ndërsa punëtori është pa punë ose një qytetar i Republikës së Kosovës si pasojë të vendimeve të qeverisë mund të mbetet pa punë. Dhe kjo mund të jetë më e keqja e cila mund të ndodhë, sepse se është qeveria këtë situatë as i barikad, a është si proteste vogël, kjo hiç nuk është relevante, sepse tek e fundit me protesta kjo qeveri ka ardhur në pushtet. Dhe për ma keq është ajo kur ka qenë në opozitë, duke si po i mbështet prodhuesit vendor, dhe kur ka ardhur në pushtet, ajo jo vetëm që nuk i ka mbështetur, por ajo i ka sulmuar direkt bizneset vendore. Dhe nësa problem është me pas Kosovë pare sot për shkak përshtypje dhe paragjykimi që ta bën pushteti, sepse këtu me pas pare je oligark. Dhe ne nuk mund të kuptojmë që në kapitalizëm është normal një biznes me pas pare, ashtu si është normal edhe një person fizik të ketë pare, të mira materiale, se sa ato i arrin me punë. Dhe shteti ka për detyrë, nëse ka rrit në forma tjera pasurimin, po jo a priori ai që ka pare është oligark ose është i keq. Dhe kjo është ajo që ka mbill kjo qeveri për këto 4 vitet e fundit qeverisë saj në Republikën e Kosovës. Atë po flasim në lidhje me etiketimeve që ju bën shumë bizneseve të cilat kanë të mira buxhetore, është folur edhe për byron e cila do të ndërtohet nga shteti, e që edhe kjo do të shkonte në falimentim shumë kompani për shkak të procedurave ligjore të ngritjes së fondeve të caktuara. E ki fjalën për byron e konfiskimit. Po, të pasurisë. Ajo është një iniciativë që ka marrë moti Ministria e Drejtësisë dhe nuk ka mujtë me quajtur asnjëherë deri në fund, sepse si duket nuk është as interesi tyre për ta bërë një gjë të tillë. Byroja është një element që i shantazhon njerëzit, edhe i mban në presion njerëzit, dhe kjo nuk besoj që ka me ndodhë pak të një piksa qeverie, sepse ka njës gabim edhe ka dojtë që është gabim, sepse byron ka fillu për me përdor, ka pas tentativa për me përdor për hakmarje, ndaj biznesë, ndaj individve që kanë të mira materiali. Dhe si e tillë është penguar, por që ndoshta një qeveri ardhshme do ta bëjë më mirë dhe si duhet, se nuk po them që duhet të ketë, por jo në forma kur shfrytëzohet si instrument për të shantazhuar bizneset caktuar ose individ që kanë një standard të mirë të jetës së tyre. Artan, teksa po flasim edhe në lidhje me shtetimin e energjisë elektrike, edhe vetë qytetarët e Kosovës janë prekur nga këto shtetime, ndonë në fakturën e fundit nuk ka mundur të ndihet ky shtetim i energjisë elektrike, meqense ka qenë gjysmë muji koha e fakturimit të fakturave të energjisë elektrike. Çka presim këtë muaj? A do të kemi një revolt qytetare krahas këtyre shtetimeve të energjisë elektrike? Gjëja e parë që kam menduar këtë muaj do të jetë publikimi nga qytetarët këtë faturave që vijnë nga Kelsi, të cilat do të jenë shumë më të shtrejta se mujt paraprak, dhe pse jemi në verë, pato do të afektojë një... A mund të bëhet manipulim, Artan, që të thejet se nuk do të ketë ashtu shumë shtritime si që është proklamuar, meqense kemi pasur edhe tendencat të tjera që thuhet se nuk do të jetë aq shtrejt tarifa e energjisë elektrike. Ajo familje që ka pagu 50 euro rrymë standard, do të bëhet gati me pagu 70 euro, tash e tutje. Do thënë, nuk është pak. Do thënë, nuk është vlerë e vogël kjo për me pagu motorit për 20 euro në mujt një shpenzim për shkak të ndryshimit që ka bërë. Edhe ajo që ka është e rëndësishme të theksohet, se zyrtarisht kemi vlerën e rritur për amnisni 16.1%. Dhe produktet ne që do t'i blejmë në treg nuk do t'i marrim me 16.1%, se 16.1% e shajton biznesi kur e prodhon produktin, ne do t'i blejmë hala ma shajt produktet në treg, sepse ai planifikon fitimin e vet. Dhe ne hala nuk e kemi prekët barë të financiare që do të na shkaktoj në ditëve në vazhdime, cila, siç të thash edhe më herët, kjo nuk është më e keqja që po ndodh, më e keqja do të vjen dhe do të çuditemi sa keq do të jetë Kosova nëse nuk ka refleksion nga qeveria, nga zëreja, nga gjithë mekanizmat e tjerë që janë vendimars për ta rishikuar vendimin, për të ndihmuar bizneset në këtë aspekt, të cilat edhe sot kanë protestuar dhe unë jam mbështes i protestat e tyre, bile mendoj që duhet ato të
të jene halama radikale, jo kështu pasore, sepse nuk ka kuptim kjo kështu, duhet të shprejnë revolten edhe në forma tjera, edhe në blokimin e rrugëve, edhe në një ide kreative, edhe në blokimin e zyreve të Konventit të Kosovës, se cili është përgjes për zërejnë dhe nuk ka qeveria. Do thonë, ka një mori elementesh të cilët bizneset dhe punonësit dhe qytetarët të Republikës Kosovës mund t'i kemë parasysh për të ndalur këtë krizë që po na vjen të dera. Mirë partan, bizneset i dhanë një ultimatum për i 10 ditësh që të pezullohet ky vendim i marrë nga zyra e regulatorit. Si e shihni, do të ketë një reflektim nga ana e njerëzve të cilët janë përgjegjës për këto shtrejtimet e energjisë elektrike, po ashtu edhe daljes në treg të lirë, duke ditur se edhe bizneset thonë se nuk janë të gatshme të dalin në një treg të lirë, ndonë se ligji është shkruar që do të dalim në një treg të lirë, mirë po pa u trajnu bizneset, pa pasur përgatitje paraprake se qysh do të dalim në treg të lirë, aq më pak që nuk kemi një furnizues me energji elektrike që kandidon me një furnizues tjetër se kush përshet më lirë energjinë elektrike. Gjëja pozitive është që bizneset asnjëherë nuk kanë thënë nuk jemi të gatshëm të mos kalojmë në treg të lirë të energjisë elektrike. Ata janë të gatshëm, por jo në formën që është zgjedhur, që ata të kalojnë në një treg të lirë. Ata janë të që të paktën një vit t'ju jepet kohë. Secili vendim kaq drastik, kaq radikal, kërkon një kohë tranzicioni për të adaptuar me rrethanat. Dhe s'mund për 24 orë mi binë bizneset, me thonë, prej sot, nëse nuk kyqin në treg të lirë, ju do keni pasoja, ose nuk keni mu furnizu me energji elektrike. Kjo nuk shndodh, kjo nuk bën me ndodh, realisht. Grupi interesit kush janë? Bizneset. Detyra e qeverisë është me bisedu me ta. Dora qeverisë për mi mbështet është për t'ja bërë më të lehtë, për diskutuar më të lehtë alternativat që ata të mos dëmtohen. Shihni çka po ndodh kohëve të fundit. Bizneset tona po shkojnë në Maqedoni dhe në Shqipëri për të investuar. Dhe kjo vetëm fillimi i një gjëje keqe që po vjen në Kosovë në aspektin ekonomik. Pse mos t'i mbajnë investitorët tanë këtu? Ata po shkojnë jashtë. Atë që bëhet fjalë për të pasur mundësi që të kemi investitorë të huaj në Kosovë, kur gjëja e parë që ata pyesin është energjia elektrike, siguria politike, siguria juridike. Ne sot as institucione nuk kemi. As institucione nuk kemi në Kosovë, s'ka kuvende 30 herë që është mbajt mbledhja për kryesimin e kuvendit, bojnë gare me qytetarët e Republikës Kosovës, vetëm kështu nuk ka ndodhur asnjëherë në Kosovë. Jo, ata kësa po flasin për qeverinë, kjo qeveri në detyrë mund të themi ka marrë edhe disa vendime këto kohë të fundit. Një prej tyre ishte rritja e pagës në sektorin publik, që arrit shumë 110 euro, ndërkaq që po ashtu edhe disa lehtësime për nënat Leona. Si po ju duken gjitha këto vendime? A janë të mjaftueshme këto 110 euro të cilat janë proklamuar jashtëzakonisht shumë nga kjo qeveri që do të rritin pagat, po ndërkaq që sektori publik privat, po ballafaqohet me këto kriza, a do të jetë në punë apo jo nesër? Ajo çka ka ndodhur me këtë vendimin për rritjen e pagave është një gjë që duhet që sjellë me vëmendje të qytetarëve të Republikës Kosovës. Paga që u rrit është rrit në vendimin për pagë marrë në janar, por i ka ndarë me 2 kiste, për arsye prap politike, sepse kishte zgjedhjet e nënshkurtit dhe tash i ka zgjedhjet lokale 12 tetorit. Dhe në atë kohë u nda në 2 kiste, është i njëjti vendim, dhe ori përsëri, dhe unë nuk nëzoj si diçka madhore kjo që ka ndodhur me rritjen e 50 euro, sepse është vendim i njëjtë që marr, por propaganda ka bërë veten. A për Leonat vendimi që është marrë, mundoj që është për të përshëndetur, por nuk bën gjanat në ekonomi ad hoc, se nuk shkon kështu, duhet të jetë një planifikim i një vendimarrje të caktuar në ekonomi. Pastaj, kur po kemi të lashme me inflacionin e lartë, me deficitin tregtar, me dëmtimin e biznesit privat, kretë këto janë rrjedhoj një vendimi që ka marrë një qeveri e caktuar, konkretisht kjo qeveri, për menaxhimin e buxhetit që e ka në menaxhim. Pra, është shenjë mike për Leonat, ndërsa për pagën në sektorin publik, ky vendim është marrë veç se në janar, por është darë në 2 kiste. Për arsye politike, si thate dhe jo. Arton, mirë po, teksa po flasim për gjendjen ekonomike në vend, po përballemi, ju thate edhe më shumë në rritjen e çmimeve në treg, ndërkaq paga minimale vazhdon të jetë kjo që është në Kosovë.
por ndërkaq ti nuk mund t'i thush një institucioni, një biznesi privat rritja t'i pagën punëtorëve, ndërkaq që ata po përballen me gjitha këto probleme që sot kanë. Çka do bëhet, çka duhet të bëhet që të dalin nga kjo krizë? Nëse vazhdon që të dalim në treg të lirë, çish kanë mu ballafaqu ata punëtorë të cilët e kanë pagën minimale në vend? Unë mendoj që kjo qeverie ka humbë komplet kredibilitetin të kërkojë diçka nga bizneset private. Sepse kjo nuk është ajo që po ju qëndron prapa, që po i mbështet dhe as më tepër është gabim nëse kërkon diçka edhe në raport me punëtorët që i kanë. Nuk mundesh me mos më ofru kushte dhe me kërku diçka për tënde. Tek e fundit, 50% buxhetit të Republikës së Kosovës mbushet pikërisht nga bizneset private. Dhe ne si po ja kthejmë atyre këtë. Me ndëshkim kjo promoshën ndëshkim që apo të ndodhë. Dhe ku jemi ardhur si shoqëri të e matë ekonominë, siç po i shoh disa ekonomista të ashtu quajtur, po e masin ekonominë me vizitat tona që kemi në vikende në Shqipëri, për shembull. Po ka shqiptarë që po kalojnë vikende në Shqipëri dhe na i kemi punë të mirë. Nuk matet ekonomia kështu. Po ndërkohë që në Shqipëri janë shumë ma lirë, shumica e produkteve që janë në Kosovë. Ma aktualisht që kemi jetën këtu, ma kilogari me shku në Shqipëri, në Bregdet, kudo se sa një vend malor në Kosovë këtu. Ma lirë kushton atje se këtu. Po dhe nëse ndodhë, në kohë të gjimit të Serbisë kemi shku në deti. Nuk matet ekonomia kështu, kush po shkon deti dhe me thonë mbi pas kemë punë të mirë. A këta duke bërë agjendë saktume, analist saktum të këtij pushteti. Jo, nuk i kemi punë të mirë, sepse mesatarja njerëzve që dalin, kalojnë konfinin Kosovë Shqipëri është 45.000. E 45.000 pestu për 1.600.000 banor i bjen diku as 2% të popullatës kanë mundësi për të kalu në një vikend në Shqipëri. Dhe nëse ne për masin ekonomin kështu, me këtë 2% jemi duke gabim drastik në kalkulimet tona. Ndërka që parojmë që pjesa tjetër për shkon në aeroport edhe nuk përna u kthejet. Edhe nuk kthejet dhe ikë. Në thonë, këta kështu për lexojnë ekonominë. Dhe duke lexuar ashtu ekonominë, ne kemi punë kështu që shikem tash. Se si thash edhe më herët, këtu është marrë me pas pare. Këtu është keq me pas pare dikush. Se je oligark, je keq që je të marrë me punë këshia. Dhe atin sfar imazhi keq që ke për Kosovën. Atin sfar sigurien asil neve kjo situatë në Kosovë. Ku se cili qytetar ose biznes i bëhet me gjithë për situatën e mirë financiare që ka. A në nuk mund të përgjikojmë këtë situatë kështu. Faktin kalume në asë njerë nuk u bo. E këtu 4 vite kështu në sulmu bizneset, por dhe qytetarë që kanë pare. Arton, tek sa po flasim për bizneset, i the se shumica po ikin edhe jashtë Kosovës, pra përmendë Shqipërinë edhe Maqedoninë. A mund të ketë edhe shumë bizneset që ta ndalin veprimtarinë në Kosovë dhe të shpërngulen totalisht në këto vendet e rajonit? Për shkak natyrës punës që kam, unë kam kontakte të vazhdueshme me prodhues, me biznese, me ndërmarrës. Dhe besoj që gjendja atyre është jashtëzakonshme, është janë të shqetësuar shumë për situatën. Edhe jam i bindur, edhe ma kanë thënë, edhe kemi biseduar që nëse situata nuk përmirësohet ose nuk ka një rishikim të këtij vendimi ose nëse pamundësia atyre për me bë biznesin në vendin e vet që ata kanë investuar kaq vite është e pamundur, ata e shojnë opsionin edhe Maqedoninë, edhe Shqipërinë. E sidomos Shqipëria që është duke krijuar kushte të jashtëzakonshme për bizneset në Kosovë. Por edhe Maqedonia është duke bërë përpjekje për t'i marrë ta investitorë atje, sepse e ndihmojnë Maqedoninë, e uli papusin, ashtu si në Shqipëri, i rrisin taksat, se ato do taksat që i paguajnë në shtetin ku operojnë. Vetëm ne këtu jemi tu i pasi armiq bizneset, nuk ka për mu shpjegim në një shtet kapitalist, demokratik, që të sulmon bizneset kaq brutalisht, kaq vrasht, për mu është në sens kjo, keq apo ndodh. Ardhon tek sa po flasim për Shqipërinë, edhe Shqipëria ka kaluar në një periudhë ku nuk ka pasur punë të mirë, gjendja ekonomike atje ka qenë goxha e vështirë, por ndërkaq që tashmë ata kanë kaluar këtë pjesë të tranzicionit ekonomik, mund të themi, shumë kosovar i kemi dëgjuar që thonë do shkojmë në Shqipëri ose në Serbi ose në Maqedoni që të blejmë gjëra për konsum ditor, se në Kosovë nuk është kjo mundësi. Edhe bëjnë qytetet kur janë në kufi me shtetet përkatëse, e bëjnë, shkojnë blejnë harç për shtëpi, për shkak se ju del më lirë se me ble në Kosovë.
Dhe këtu, shtetë që kërkosh thirrën në përgjithësi. Mas pari kryeministri nuk e thirrë dikasteret e veta në përgjithësi për situatën ekonomike në vend dhe për shajtimin e çmimeve në Kosovë. Kemi thënë disa edhe herave tjera është mirë ta përsërisim që edhe qytetarët ta kuptojnë më saktë. Nëse këtu ndodh një herë të rritet çmimi, ai çmim kurrë në jetë s'ka mu kthy në gjendjen e pashme, edhe nëse rrethanat ekonomike kanë më ndryshu, se kanë më qetësu, se kanë më kthy një stat kanë qenë. Pse ato nuk ka kontroll të tregut sa duhet? S'ka kontroll. Nuk ka kontroll të tregut sa duhet, se kanë keq kuptuar tregun e lirë. Por ta tregu lirë është me bë çka dush. Jo tregu lirë ka një farë standardi, një farë kontrolle që vjen pi shtetit. Dhe unë këtu nuk i sënoj bizneset, se biznesu do në fitu aty. Por i sënoj, ose kritikoj qeverinë cila nuk i shfrytëzon mekanizmat e kontrollës. Kjo është ajo që duhet më marrë qeveria në detyrë. Tash nuk e di edhe cilat dorën zemër sot nuk e kuptoj as cilat mund të jenë kompetencat e saj, por mekanizmat e shtetit duhet të funksionojnë atë kur s'ka qeveri hiç, se ato mekanizmat ekzistojnë, janë ndërtuar që 25 vjet. Por dikujt për i governon kjo situatë kështu, por gjendja është alarmante. Ne paraprakisht folëm me kryetarin e komunës së Vështrës, ai na përmendi disa të këqija që ju kanë bë si pasojë e kontratave kolektive, po ashtu foli edhe specifikisht në lidhje me ndalimin e fondeve të Bashkimit Evropian, për shkak se jemi në situatën të cilën jemi, nuk kemi një konstituim të Kuvendit të Kosovës. Sa dëme mund të sjellin këto fonde që nuk po mund t'i marrim nga Bashkimi Evropian? Ato sjellin dëm të paparën ekonomisë, janë të destinume për projekte të caktuara, për komuna të caktuara dhe për qeverinë, kryesisht edhe për qeverinë e Kosovës. Dhe ato nuk po vinë për shkak të sanksioneve që i kemë. Dhe natyrisht kjo tash është një farë zinxhiri që e lidh. Ato fonde ne nuk i marrin që janë diku 900 milion, dhe si rrjedhojnë nuk mund t'i çojnë nëpër komuna për mi përfundu projekte veta. Shtoja këtu komunave barën me kontratës kolektive, të cilat vetëm dje pam që Mitrovic 12 milion euro kanë shpenzu komuna për t'i kompenzuar si rezultati i kontratës kolektive, dhe këtë probleme ka çdo komunë dhe mbështetja e nivelit qendror që mungon për komunat ku nuk qeveris partia që është aktualisht në pushtet. Domethënë, një efekt ekonomik nuk e ka efektin e izolum realisht. Një rol ekonomik nuk ka efektin e izolum, po efekti i është zinxhir dhe pasojat janë një pas një derisa ti veç e sheh që dami është bërë shumë i madh. Arton, teksa po flasim për zgjedhjet e reja, tashmë siç duket edhe të shkojmë edhe në zgjedhje qendrore, meqense nuk po kemi një marrëveshje politike se si do të shkojnë gjërat. A duhet që të jetë ekonomia prioritet për çdo parti politike e cila do që vije në pushtet duke ditur kaosin i cili është bërë tani për tani në Kosovë. Edhe gjendjen alarmante, mendoj Arton, duke ditur edhe për bizneset, edhe për qytetarët është vështirësuar jashtëzakonisht shumë jeta. Nëse më parë ke pas një pagë 500 euro ke mujt me bërë një jetesë shumë të mirë në Kosovë, ndërkaq që sot nëse ke një pagë të tillë nuk mund ta kalosh as gjysmën e muajit. 60% e mjeteve të një pagë mesatare në Kosovë shkojnë për blerjen e produkteve bazë për një familje, 60%. 4% tjera mund të mbesin për komunalije, për rrymë, për asaj, dhe luksi është ëndër për qytetarët e shumë të Republikës së Kosovës. Por unë pajtoj me ty që fokusi i qytetarëve, vëmendja e qytetarëve kur të votojnë, duhet ta shohin kush po ofron programe të mirë në fushën e ekonomisë. Sepse ekonomia është baza e secili segment tjetër. Kur ki ekonomi jo të qëndrueshme të fortë, e ki shtetin jo të fortë. Dhe kur themi është shteti jo i fortë, e ki pastaj as drejtsinë se ki të fortë, as një segment tjetër në shoqëri nuk e ki të fortë. Kur ekonomia është e fuqishme, shteti është i fuqishëm. Se tek e fundit ne edhe në raport me shtetet e rajonit matëm se sa potencial ekonomik kem, dhe ne nuk kemi një statin kur duhet jepe një mundësi të dytë një personi që ekonominë është të centralizuar, të kontrolluar, dhe nuk është investimi si diçka që duhet ndodhë, por është që diçka që nuk bën të ndodhë, sepse mendësia ekonomike është e tillë
është e të së kaluarës të që ne nuk guxojmë t'i kthejmë asaj, për shkak se pasojat do t'jenë të jashtëzakonshme për neve. Nëse veç vazhdohet me këtë mendësi, Artan, Çka çka mundet me u bë në Kosovë? Që unë mendoj, realisht ne nuk guxojmë të gjykojmë qytetarë që kanë votu lëvizje vendosje dhe themi mirë po a u bën se kemi votuar vetë. As nuk guxojmë të gjykojmë bizneset që kanë votu lëvizje vendosje. Sikur që thash, për as qytetarët. Sepse ne jemi këtu, unë si opinionist, roli gazetarëve mediat e kryen rolin e vet, gazetarët rolin e vet, për me vizësu qytetarët që kanë gabu, që kanë votu vetëvendosjet me nën shkurt, edhe në zgjedhjet e 14 shkurtit e 2021-s. Domethënë, ne jemi këtu jo për t'i pajsuar, gjykuar ta mirë për ju banë, tash kapeni edhe përjetoni degradimin ose jetën që vërtetson kjo qeveri. Jo se bashkë me ta ne duhet ta ndryshojmë këtë vend për më mirë, sepse pam një mandat edhe kjo pjesa që i ka mbet, e pam që nuk na ka dalë më mirë. Dhe bashkë duhet ta bëjmë ne si opinionista, ju si gazetar, mediat e caktuara që janë kritike ndaj qasjes së këtij pushteti, duhet ta kryejmë rolin e vet për t'i bindur qytetarët që nuk keni faj ju që keni votuar, por hajde tash ta rregullojmë situatën për më mirë. Cilën po jemi. Artan, faleminderit shumë që erdhe përsëri në Info dhe ndam të gjitha këto informacione. Besoj që mesazhet që ju e keni dhënë sot do të ndikojnë në shumë procese të cilat do ndodhin në vendin tonë. Gjithashtu faleminderit shumë edhe për juve, jam dispozicionin tuaj sa ju që për të shprehur opinione dhe qëndrimet e mia, sidomos në sferën e ekonomisë. Faleminderit shumë. E neve të nderuar shikues të Info për përmbyllim për sot e do shihemi nesër në po të njëjtën kohë.